Akuzuara Albina Nura me shënime personale sikurse në shkresat e lëndës, në harmoni me nenin 363 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës Kosovës, për shkak se nuk është provuar se është kryer vepra penale, lirohet nga akuza. Për veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nguar. Personi që arsyetimi pason si në kopje të aktgjykimit të hartuar dhe dorëzuar nga gjykata pas shpalljes së këtij aktgjykimi, gjykata Çështjen penale të akuzuarës Albina Nura, akuzuar për veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 paragrafi 1 lidhur me nenin 77 dhe veprën penale konflikti interesit nga neni 424 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 Kodit Penal të Republikës Kosovës e akuzuar sipas akt akuzës PPS.NR.03/2018 Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës datës 18/5/2021 pas bajtjes së një sër shqyrtime gjyqësore publike në prezencën e prokurorit të Prokurorisë Speciale, përfaqësuesit palës dëmtuar, të akuzuarës mbrojtësi sot me datë 29/10/2025 publikisht merr dhe shpall këtë aktgjykim. Akuzuara Albina Nura me shënime personale sikurse në shkresat e lëndës, në harmoni me nenin 363 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës Kosovës, për shkak se nuk është provuar se është kryer vepra penale, lirohet nga akuza. Për veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 paragrafi 1 lidhur me nenin 77 të Kodit Penal të Republikës Kosovës dhe veprën penale konflikti interesit nga neni 424 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. E dëmtuara zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë për kërkesën eventuale pasurore juridike uzohet në kontest civil. Akuzuara lirohet nga shpenzimet e kësaj procedure penale për shkak të marrjes së aktgjykimit lirues ndaj të akuzuar. Personi që arsyetimi pason si në kopje të aktgjykimit të hartuar dhe dorëzuar nga gjykata pas shpalljes së këtij aktgjykimi, gjykata pas shpalljes së aktgjykimi njofton palës se kanë të drejtë ankese në afatin e përcaktuar ligjor në gjykatën themelore Departamenti Special për gjykatën e apelit Departamenti Special. Gjykata njofton të akuzuarin se në rast të ndërrimit të adresës së banimit obligohet ta njoftojë gjykatën me ndërrimin e adresës banimit për shkak të dorëzimit të aktgjykimit të hartuar dhe të përfiluar në tërësi me shkrim. Ky është aktgjykimi i gjykatës ditën e njëjtë.